Vjes gurët, këtë gjë si a thash, sigurisht I thash këtë gjë tjetër, që ti ke thënë Gjini këtë, thash ma shpjegon dot pse e ke thënë, thash ti e din që unë mbroj veten time vet, ti e din që unë nuk do ta mbroj veten time ndërmjet Mateo një. Dje më dëgjove në shtëpi që I thash fliti se ajo se e mbron vetën e saj. Ai më dëgjove që ja thash. Ma betën deri në fund që ti t'jesh e qartë? Okej. Ishte kjo nata që ishim gjithë, po pinim, në sensin po ndanim një gotë birë, nuk ishim as ta pas I gjë. Dhe ishim të mërzitur në lidhje me këtë situatën. Që ishim ne të tre nominim se ishte e nesër. Kam fletur unë direkt, që është ulet të koha kravatit. Dhe ishim realisht shumica ne banorëve të vjetër. Ishte Miri, unë, Eugjini, ishte Kristi me thënë drejtën ishte shumë pasiv te kjo gjë. Jo, Kristi s'u përfshi fare, vetëm po dëgjon. Nuk donte që të përfshihej. Stine nuk e di, apo bënte sikur nuk kuptonte, herë s'kuptonte. Filloi kjo loja, fillon me më, mbaron me edhe Miri s'po e thoshte me çfarë. Po, Gjoja Mali, po nuk kuptonte Mateon ky. E kupton se na I thanë ne më vete. Dhe ky I tha që hajde se pse të nisim në një konflikt, se nëse ke ti konfliktin me Kesin, nxirre ti me zot. Dhe gjëja nis të nesërmen në mëngjes. Zotëria shkon edhe kapet me vezët të Mateon. Se thanë këta që merruni ju se po mora unë e ngrej, ndërsa juve nuk e ngrini Mateon. Ta them fiks situatën se do dalë edhe në video. Shkon kapet ka stile për vezët sa zgjohet. I thot ke ndrit gjithë ditën në kuzhinë, s'po gatuj për ty, I thot ai gjë e tillë, merr për këtë dhe haj unë, I thot Miri dhe merri pjatë vezë me nis konfliktin. Dhe bëjnë atë sherrin, dhe ai ndërkohë shifte tërkohës nga unë që isha jashtë me Eugjinin, edhe mërzitet pse nuk erdhët ju që ta frynim në gjën, që të agravonte. Pini kafe. Pini kafe, që të vinim ne të bënim luftë për mirë. Ne pavarësisht se e diskutuam gjatë atë natë, unë vajta edhe të dhoma se po ndihesha keq në lidhje me këtë lloj gjëje dhe masi nuk më pëlqeu kjo lloj forme se si bëhet, të shkosh të stisësh konflikt me dikë, kështu kot mos më vjen natyrshëm dhe as nuk më duket e drejtë. Dhe I them, si alternativë, me që gjithsesi kjo ideja e shpëtimit është ajo shpresa, është ajo lloj dëshire që diçka të ndodhi, thash, më mirë se sa ne po I shohim që këta të rinjt me njëri tjetrin po zihen dhe me që janë të rinj në lojë, le të merren me njëri tjetrin.